Ju mendoni që vaksinat kanë pasur efekt negativ në popullat, ndryshe nga që në fakt mjekësia thotë që ka pasur efekt pozitiv dhe janë shpërtuar qindra mira jetë njerëzish? Atëre ta fillojmë nga fundi. Janë penalizuar dhe janë blokuar 2 kompani që prodhonin vaksina. Pfizeri dhe një tjetër se ka parasysh se mbajmë të cila është. Dhe janë gjobitur me nga $1 miliard e ca dollar, nuk e di sa janë gjobitur. Por pse thash unë që vaksinat janë të rrezikshme? Nuk e thash unë, nuk e thora nga vetja. Dhe unë ju jep përgjigje të gjitha atyre zotrinjve që merren me mjekësinë dhe në ndalojnë, në heqen të drejtën neve që të shfaqim mendimin ton lidhur me problemet që ka shoqëria sot dhe me ngjarjet që ndodhin sot në botë. I them që këtë fjalë, këtë denoncimin dhe këtë, si thuash, këtë dënim që jep vaksinave është nobelisti, 2 herë nobelist francez, mikrobiolog Luc Montagnier. Dhe Montagneri është personalitet në fushën e mikrobiologjisë dhe shpjegon në mënyrë perfekte se pse nuk duheshin bërë vaksinat dhe çfarë efekti negativ ka ato në trupin e njeriut. Por duhet i them dhe një tjetër këtij zotrisë që ka komentuar, ose edhe kujdo që ka komentuar në lidhje me këtë çështje. Ka pasur një reagim fakt kreu të urgjencës kombëtare Skënder Brataj, që ju ka thënë që ju jeni avokat, që keni me mjekësinë ju, pse duhet komentoni mjekësinë, ku e dini ju si funksionon mjekësia? Dhe në fakt, një avokat, pse duhet komentoj mjekësinë? Unë komentoj gjithçka që ka të bëjë me qytetarin. Dhe unë i them zotit Skënder Brataj, lexo konventën e Norimbergut neni numër 5. Çfarë thot? Edhe pastaj bën oponencë me mua, se nuk është që kollajt oponenca me mua në këtë pikë, sepse unë e mbështet në ligjen ndërkombëtare dhe po të pyes edhe një tjetër, më jep ligjin që më detyron të bëj vaksina. Ligjin. Dhe sidomos këto tash quajturat vaksina, se këto vetëm vaksina nuk qenë. Pra, pretendimin tim dhe deklaratën time e mbështes tek nobelist botëror që ka thënë që vaksinat janë të dëmshme, këto lloj vaksinash. Sepse ne deri më sot nuk na është thënë çfarë kështu efekti kanë këto dhe çfarë prodhojnë këto në trupin e njeriut. Kundër hyn te ADN-ja dhe çfarë është mRNA-ja. Pra këto janë fakte që i thonë mjekët, nuk i them unë. Unë thjesht i përcjell të qytetarët dhe unë e kam bërë veti pari protestën kundër vaksinave dhe prap do bëj protestë kundër vaksinave, prap do flas kundër tyre, prap do t'u them qytetarëve shqiptar, ruhuni se janë rrezik. Dhe fakti që 2 kompani janë penalizuar për prodhimin e vaksinave, se një vaksinë ishte në gjithë botën, një formulë kishte në gjithë botën, thjesht u vun 5 kompani që vun emra të ndryshëm. Pra, edhe ish drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë, që është një organizatë fashiste, po e them prap fashiste, kështu ka qenë se vrau njerëz, është nëpërmjet këtyre vaksinave, kanë thënë këta nobelistët që nuk duhen bërë vaksinat. Atëre, zoti Brataj, mund të më shpjegosh me çfarë ligji më detyron të vendos në trupin tim diçka që nuk dua unë? Avokat, ju po flisni për një fenomen në fakt që ndodhi pak vite më parë, ku u mbyllë gjithë bota. Pra e gjithë bota kishte probleme me virusin COVID-19. Si ishte vërtet, nuk ishte problem me virusin 19, po bota e kishte në zbatim të kësaj doktrine. Ta shikojnë mirë shqiptarët. Dhe unë këtu e kisha informacionin kryesor që thosha nuk duhet bërë vaksina. E kisha këtu. Dhe këto janë botuar në Shqipëri, nuk janë botuar në Honolulu. Pra të lutem, atë që thash e mbroj dhe është e mbrojtur dhe është e pa kontestueshme që vaksinat ishin të dëmshme, janë me qindra deklarata. Prandaj, zoti Brataj, ik në Brataj se na beje Brataj jeti, ik në Brataj, mos bën ndonjë be tjetër si ajo që kanë bërë ata llanajt e tuajmë përpara dhe pastaj dile më bën mua oponencë. Avokat, po ju mendoni që nga të gjithë shtetet e botës, të gjithë shtetet ju nënshtruan këtij
Po, ju nënshtruan sepse urdhëruan këta. Urdhëruan këta që ju nënshtruan. Se pse nuk nënshtruan dhe tani? Dhe pse u bllokuan? Dakor, pse nuk e vazhdoi? Sepse popullata fitoi imunitet. Cila popullat ka fituar imunitet? Ja tek jam unë, çfarë imuniteti ka fituar? Unë se kam bërë. S'kam bërë vaksinë. Më gjeti gjë. Dhe familja ime e miliona njerëz që nuk e bën vaksinën. Ajo është risk i madh përsipër, se ka shumë njerëz që se kanë bërë vaksinën dhe kanë humbur jetën, si e shpjegon? Njerëz do vdesin, ka vdekur e do vdesin. Po jo, nga virusi kanë vdekur. Po, jo more, kush sa që ka vdekur nga virusi? Po dhe nga për vit që ka vdekur nga gripi, çdo më thënë ajo. Do të thënë duhet bëjmë këtë vaksinën që thotë ai i organizatës botërore të shëndetësisë, çfarë bëni kështu? Dhe është një vaksinë e paprovuar. Zoti Brati, pa më thuaj çik sa kohë do një vaksinë që të fillojë që nga eksperimenti i parë derisa të hidhet në përdorim. Se me sa di unë nuk jam mjek, ti je mjek edhe ke studiuar për atë punë, po diçka kemi mësuar dhe neve. Që një vaksinë të hidhet në përdorim e pare punës njerë duhet që të dalë një grup vullnetar dhe të provohet deri në 5 vjetë. Mbas 5 vjetësh do provohet edhe 5 vjetë të tjera dhe kur të jetë vërtetuar që është me efekte pozitive dhe s'ka efekte negative, pra mas 10 vjetësh hidhet një vaksinë në përdorim. Ju, zoti Brati, e imponuat ju dhe këta dhe shërbëtorit të cilve je dhe ti, i këtyre, shërbëtori këtyre jeti, e bët vaksinën për 3 muaj, zotëri. S'ka vaksinë për 3 muaj e për 5 muaj. As për 5 vjetë. Ligji dhe norma e prodhimit të vaksinave duhet kaloj 10 vjetë para se të hidhen të injektohen në popullsi. Prandaj, merru mirë me mjekësinë, studio dhe nobelistës, studio dhe shkencëtarët e botës për mjekësinë, edhe pastaj hajde bëj polemik me mua. Zoti Islami, po pse mendoni që zoti Brataj i nënshtrohet atij urdhri dhe ndoshta e ka nga, po themi, studime që ka bërë mjekësia që... Cila studime? Ndalo, jo, zotri. Studimet e mjekësisë nuk mund të hidhet një vaksinë pa kaluar 10 vjetë në eksperiment. Avokat, po flasim në raste epidemie dhe në raste emergjence. Dhe po flasim në rastet kur e gjithë bota u mblodh bashkë për të krijuar anti-vaksinë. Dëgjoj, zotri, këta, ishe këta të komplotit botëror ti? Ja, këta e bën atë. Dhe në këtu shkruhet dhe thonë, ne do të zvoglojmë numrin e popullsisë botërore, duke i futur shtetet në luftë me njëri tjetrin, edhe brenda shtetit duke futur përçarje dhe grindje. Ka të luftë ka pasur. Të lutem, po, aty do vi. Dhe nëpërmjet vaksinave, është në protokollin e vitit 1890. 1890. Flitej për vaksinat. Vaksinat atërës këshin dalë, dollën vonë shumë, edhe kur dollën. Pra, zotri, unë ati që them, e kam ligjin këtu, e kam të vërtetën këtu, e kam shkencën këtu, montanjerin e një gjithë globin, qëse nuk e një këj Brati dhe të vetë a njohët, dhe të lexoj. Lexo, zoti Brata, lexo për mikrobiolog të botës. Mëso dhe që kanë pësuar Pfizeri dhe ajo kompania tjetër se nuk e di kush është, edhe pastaj dile bëj polemik me mua. Çfarë qëllimi ishte hedhja në treg? Vrasja e njerëzve. E kemi thënë dhe po e themi. Vaksinat ishin për të vrarë njerëzve, për të reduktuar numrin e popullsisë dhe e realizuan në një farmase, e reduktuan shumë. Kjo është e vërtet. Mos shikoti që nuk i thonë mediat, e nuk i thonë shtetet. Avokat, më shumë vdesin nga aksidenti se nga vaksinat. Aksidenti është aksident, nuk është vrasje, zotri. Vaksina është vrasje, të vret, të jep në trup atë që nuk do ti ta bësh. Dhe neni numër 5 i konventës së Nurembergut e ka ndaluar për gjithë botën në mënyrë absolute. Nuk mund të më imponosh mua të vë në trup diçka që nuk lejohet. Dhe po ta vëshre më gjej ligj, të lutem. Më gjej ligj për këto vaksina, më gjej ligj. Po pra, shteti ty të imponon në rast se ti përbësh rrezik për jetën e tjetrit. Nëse ka studime që ti thua Covid është i rrezikshëm dhe shkakon vdekje dhe ti ke Covidin, ti për ta parandaluar atë tjetrin ti duhet i bësh vaksinën. E pare punës njerë që nuk është vaksinë kundër Covidit. Dhe nuk kishte asnjë rezultat. Se kemi njerëz tanë që
janë vaksinuar dhe kanë ikur nga kjo botë. Të hanën... Si ka njerëz që nuk janë vaksinuar dhe kanë ikur nga kjo botë. Edhe pastaj pse duhet bërë vaksina kur mua nuk më shpëton? Si ka njerëz që kanë bërë vaksinën kanë shpëtuar? Si ka njerëz? Asnjë s'ka shpëtuar nga ata që kanë bërë vaksinën. Dhe Covidi njerëz dalë se u fry sa s'kish ku shkon më. Qa ishte Covidi? Një grip i zakonshëm. Të cilin unë në 2020 nuk e di apo pas kisha kaluar në muaj shkurt. Na zuri gripi tërë si familje, kaluam, ai miru pafshim. Në mars nuk quajt Covid dhe dolna, po mirë mo ka turp më të madhe dhe tallje më të madhe që u bët qytetar, juve qytetar shqiptar, kur xherin autoblindat me mitroloz mi vete për të luftuar Covidin. Kështu luftohet Covidi, jo u bë terror, u terrorizua popullsia, o vaksinoni o s'ka. Shkonim kam testuar dhe kam provokuar të sheshi Skënderbej që kishin ngritur ato çadrat dhe shikoj që atje kishte dentiste me bluzë të bardhë dhe mirë të njështë e vaksinonte, që pun ka dentistja. Po flasim për rasa emergjenci që More zotri, qa emergjenci? Kishte infermier? Nuk kishte infermier për të bërë vaksina, se u përra gjithë Shqipërinë. Nuk e njeh atë profesion, çfarë do atje? Po më dentisti mund ta bëj një injeksion. Bëjë në mëlla, kush do ta bëj? Mua me ligj nuk më detyron dot. Është tjetër gjë kjo. Kjo është themelorja. Që mua me ligj nuk më themelon. Në rast emergjencë besoj se asnjë emergjencë nuk kishte. Gjithçka u fry. U shpall gjendja nga media. Ore, u shpall artificialisht pas një shkak. Që na gjeti. Unë kam qenë gjatë gjithë kohës, kam qenë i lirë, kam lëvizur në Tiranë, siç më donte qefi mua. Edhe njerë që më daluan policës, edhe në protestën që bëm, unë u thash policëve, më jepni ligjin, dhe do ta bëj tani, po ka urdhër kryeministrit, atë urdhën i thash, urdhërat kanë vdekur në 1990 që u përmbys sistemi komunist. Tani ka ligje, ka kushtetut. Ka dhe një konvent në Nurembergu që nuk të lejon ty të më detyrosh mua të bëj vaksinën. Kaq. Avokat e bëri kryeministri vaksinën. S'është e vërtetë, dhe mos gënje dhe ti bashkë me të. Po ne e pam live. Qa pe, hiç gjithë s'pe. Pse gënjen? Ore, pam live kur bëri vaksinën. Pe që kaluan në mbrapa ajo kështu. Unë e kam provokuar kryeministrin, e ka ftuar, kam qenë i ftuar te Top Channel-i, Merion Arusin, dhe i kam thënë, zoti kryeministër, po të ftoj tani këtu, hajde, me flakonin e vaksinës në dorë, që të dy bashkë, ta bëjmë gjysmën e flakonit tu, në gjysmën ti. Hajde ta bëjmë këtu, se ke gënjur i them. Dhe s'ktheu përgjigje. Pa e kishe bërë njërë, do e bënte 2 herë, 3 herë. Jo, gënjeu, s'kish bërë gjë fare. Gënjeu, po ta them unë që gënjeu. Dhe nuk duhet ta bënte, sepse kishte probleme tjera shëndetësore dhe nuk duhet ta bënte. Kaq. Avokat, ka pasur një deklaratë të fortë nga ana juaj lidhur me barazinë gjinore, me ligjin që kaloi, dhe jeni kundër, po themi, dhe i deklaruar këtyre martesave mashkull me mashkull, femër me femër. Ndërkohë ka pasur dhe reagime të shumta nga ai komunitet që thotë mënyra se si ju flisni, terma që ju përdorni janë deri në nxitje dhune dhe nxitje për të krijuar panik, nxitje ndaj për dhunuar një komunitet si që janë ata. Mund të më thoni ju, i nderuar gazetar, çfarë efekti ka reklamimi dhe dalja në publik e këtyre njerëzve? Cili është efekti, cili është rezultati që ka, rezultati pozitiv që ka shoqëria njerëzore nga këta lloj mostrash. Do më thoni? Kjo etiketimi monster nuk është një etiketim që... Nga momenti që ti shkel ligjet e natyrës dhe nga momenti që ti kërkon të martosh në thojë za burr me burr apo grua me grua, ti ke bërë një genocid në popullsinë e vendit ku jeton. Sepse ke daluar riprodhimin njerëzor, atë për të cilin të ka sjell natyra, Zoti, Perëndia, Allahu, quaj çfarë duash. Buda, Juda, nuk e di kush është. Të ka sjell ty dhe çdo krijesë gjallë në këtë botë, femër mashkull, dhe nuk ka barazi gjinore. Ç'të barabart ka me një femër ose ti me një femër? Pam thuaj ku e keni barazin? Fiziologjikisht po them ku është barazia. Ka barazi fiziologjike? S'ka. Avokat, është tjetër gjë ti je shkundur, e tjetër gjë artikulimi siç e thon. Por artikulimi çdo njeri e thot sipas asaj
vlerësimit që i bën veprës e këtyre njerëzve, që dalin e bëjnë parad të gjithë homoseksuale, e vjen nga bota edhe bëjnë parad në Shqipëri. Jo, zotëri, jam kundër tyre. Se këta janë kundër natyrës, këta bëjnë genocid, këta pengojnë dhe janë në kuadër të këtij programi, dhe këta, i shef këta këtu, janë në kuadër të këtij programi. Duan me çdo kusht të reduktojnë popullsinë e botës. Dhe e kanë thënë se kanë mbajtur fshehura. Ja ku e keni këtu, merrni lexojeni librat, lexoni literaturë dhe ata po e bëjnë. Pra, ai pas ka të drejtë që të ushtrojë dhe të bëjë genocid në Shqipëri, unë s'kam të drejtë të them turp të kesh dhe s'ke vend në këtë shoqëri. Patjetër që s'kan vend. Se do më thuash një gjë zoti gazetar, pse s'bëhesh dhe ti si ata? Po shliria që unë s'du të bëhem, dhe ata shliria që duhet të bëhen. Kush i ndaloj se do bëjnë ata në krevatin e tyre, të duhet në krevat? Të mos më dalin në rrugë, dëgjo, rasti është rast unikal që vajza 14 vjeçe u quan, e kini në media, e qoja e jëma tek mjeku dhe i hoqi gjokset, sepse ndjehej si djalë. Ky është krim. Është krim kundër njerëzimit. Këto të shikojnë këta zotërinjt, këta edhe apo në ato mostrat që thot na shkel të drejta tona, ç'të drejta? Ku ke drejtë të shkelësh drejtat e mia? Ku e gjetën këtë të drejtë që operuan vajzën e botës dhe sakatuan? E kanë sakatuar zotëri, hoqën gjiret. Ka vend të rikë, ku është shteti, ku është drejtësia? Këtu të dalë zoti Brati edhe të thot, hajde këtu zoti Brati më thuaj, pse e kanë bërë kolekte e tu këtë gjë në Shqipëri? Se është video, e kemi do t'ua gjej dhe unë. Pra, këta vrasin, këta kanë të drejtë të vrasin, ne s'kemi të drejtë që të themi, po na vrisni. Kështu që ka, kjo është drejtësia, kjo është demokracia, këto janë drejtat e njeriut. Jo, mor zotri, drejtat e njeriut janë që unë të shpreh me dimitim lidhur me veprën tënde. Sepse e reklamon në shoqëri, nuk po them pse e bën në shtëpi tënde bën çfarë të kesh qejf ti. Bota ka dhe popull që bëjnë martesa brenda familjes, jo më brenda fisit. Po ne jemi shqiptar. Ne jemi shqiptar zotëri, ne nuk kemi pederast. Shqipëria shqiptari se ka njohur ndonjëherë pederastin. Tani ne e sollën këta globalistët, kabalistët, këta masonët, të gjithë drejt që me të binë, ata na imponojnë këto dhe ata na i sjellin. Nuk do t'i bëjnë. Dhe nuk do jemi dakord asnjëherë me këta mostra që dalin edhe reklamojnë dhe na që kanë prekur dikujt ishte shkelur e drejta e saj. Zonjë mund të zonjë sjeti, po ti femër shko bën çfarë të duash me veten tënde dhe me jetën tënde, po mos më dilën në pazar mua ashtu siç del ti. Se ndikon tek fëmijët e vegjël, ndikon kanë arritën deri aty zotëri, sa vajtën në përshkolla dhe u bën edukat që pas ka barazi gjinore. Ç'është kjo barazi gjinore, ç'është ky ligjmur? E kuptoni që kjo qeveri dhe kjo politik po vret njerëzit duke mbështetur këta mostrat? Avokata, keni frikë që mund të denonconi dhe mund... Dhe të më denoncojnë dhe mund të më vrasin, jam në i lirë, dhe të më vrasin. Këta janë shumë, unë e shoh. Po unë zërin tim do t'a them. Së më dalon do të njeri të them zërin tim. Aq më tepër që e argumentoj dhe e provoj me fakte që këta po bëjnë genocid. Pederastët dhe ato lesbiket po vrasin brezat shtesën e popullsisë, po e pengojnë. Zotëri, ka nikur mira edhe mira, qindra mira, djemë dhe vajza të reja në Perëndim, ka nikur nga Shqipëria. Plus bëhet dhe kjo presion i madh që të publikohen dhe të reklamohen këto lesbiket, edhe pederastët, edhe ku e ke Shqipërinë? Ku e ke Shqipërinë, zotëri? E keni pyetur veten? Keni bërë ndonjë studim të shikoni se çfarë po bëhet në Shqipëri? Asnjë. Keni bërë ndonjë studim të shikoni se çfarë hanë shqiptarët? Keni bërë ndonjë studim të shikoni se nga vijnë ushqimet që hanë në Shqipëri? Keni bërë ndonjë studim që të shikoni sa ku shkon prodhimi vendas dhe si trajtohet? Keni bërë ndonjë studim që të shikoni a ka ligje për mbrojtjen e prodhimeve vendase përballë atyre të importit? Se s'ka mundësi që domatja të dalë me shtrinjt këtu nga ajo që më vjen nga importi. Avokat, do të flasim pak për ushqime, në fakt që është një temë që e keni ngritur dhe pse shqiptarët nga një, po themi, vend që kanë pasur dhe kanë toka shumë pjellore, po shkohet drejt një vendi që në çdo kohë ti je i shqetësuar se çfarë hanë.
është politika e kësaj qeverie që bën këto që po bën vaksinimin me detyrim, sjell prodhime nga Serbia, se këtu qeverisin Shqipolës, nuk qeverisin shqiptar. Dhe prodhimet serbe të kontaminuara i shesi dhe i hanë shqiptarët. Dhe nuk thot njeri gjë, as ju si media, as mjekët, ky brati për këtë të dalë, ky të dalë për këtë dhe të thot pse shqiptarët hanë ushqimet kontaminuara. E keni pyetur vetën zotëri sa lek bën 1 kile mish dhe sa lek bën 1 kile salam? Se presupozohet që salami është me mishvici, dakor jemi deri këtu? Jam ekspert salami, po nuk e di. Mërë, sa është kilja? Po pra, po them që salami mund të ketë përbërë edhe dhjam. Sa është kilja? Unë të pyes sa është kilja? E mishit? E salamit? Se di 5.000 lek, 6.000 lek. 6.000 lek. Po e mishit? 14-15. Si shpjegohet që mishi me gjithë kockë bën 15.000 lek dhe salami thjesht tull, në thonjza, bën 5.000-6.000 lek, e keni pyetur veten? Si shpjegohet? Se ka ato pislëqet brenda që i kemi hedhur, i kemi parë në YouTube dhe i kemi reklamuar. I kemi denoncuar. Dhe çfarë sfusin? Merrni shikojeni, do t'jap videon zotëri edhe po patë mundësi publikoje. Ja prandaj bërtasëm neve. Edhe për këtë të ngrihet zoti brati. Të vetë shikoj fabrikat e sallamit. Nga vjen mishi? Nga vjen mishi? Origjinën. Të vetë shikoj sa mish vjen nga importi dhe sa prodhohet në vend. Ç'a nxjerr nga kjo? Nga kjo nxjerr që ne duan të na vrasin, të fitojnë ata që bëjnë importin, oligarkia financiare dhe politike shqiptare, të përfitojnë ata në kurrizë të shëndetit popullit. Është e thjeshtë fare. Ore po na vrasin, kjo qeveri po na vret, pik. Mendimin e këtyre LGBT-qëve. Doli vendimi i komunitetit i Bashkimit Evropian para 2-3 vjetë sa u bën tani, kam kërkuar vetë atë emision tek Top Channel-i, ishte moderatore zonja Irona Rusi, dhe u tha që tani e tutje do futen insektet në menun e ushqimit njerëzor. E kupto se ç'është kjo? Me justifikimin se gjedhët, derrat, dhënt dhe dhit na ndot kanë ngrënë temperaturën e globit se nxjerrin gaz karbonik. Çan këto more. Çan këto more. Dhe qeveria jote këto i pranon, jo imja, se s'është imja, po qeveria jote këto i pranon dhe nuk ndihet. Ndërsa unë e kundërshtova. Jemi në rregull deri këtu. Mirë sallami, mishi. Po produktet e tjera? S'jam shef laboratori që të bëj analiza zotëri, po nga që del ditë për ditë në media, produktet janë të tëra të kontaminuara dhe autoriteti kombëtar ushqimor është i bllokuar. Është trak Chelsea. Ka thënë qepe, se ka interesa të mëdha aty. Dhe ka interesa të mëdha politike. Avokat, jo më larg se dje ose dhe javën që kaloi, AKU-ja ka bllokuar miell nga Serbia në Shkodër. Bllokoi një ngarkesë. Sa vjen në fakt? Dhe çfarë bëhet me grurin që vjen nga Serbia? Ose grurin që vjen nga Ukraina? Se kanë sjellë dhe nga Ukraina, kanë sjellë dhe vaj nga Ukraina, nga Çernobili i famshëm. Ore, këtu nuk bëhet asnjë kontroll të them ushqimor. Ne jemi populli më vital në botë. Me çam neve, me ç'na bëjnë neve, me çfarë na ushqejnë neve, ne duhet ishim zhdukur deri më sot. Po ka një Zot që na mbron. Dhe ato helme që na fusin këta në trup, i madhi Zoti bën me 0 trak, 0 dhe shpëtoi. Jemi gjallë akoma. Janë nisur 2 foltore paralelisht në Partinë Demokratike. Një e ka nisur Sali Berisha, një e ka nisur Ervin Saliani. Po deshe, mos ma përmend më Partinë Demokratike se nuk ekziston. Si se ekziston, më ka ka kryetar, ka deputet, ka logo, ka si se ekziston. Ka votues që e votojnë. Kështu ekziston. Por që të kundërshtoj vendimet e qeverisë dhe veprimet e qeverisë nuk ekziston, s'ka ekzistuar. Se kam parë. Se kam parë. I bën protestat, dalën edhe bëjnë për turp të botës, bëjnë protesta me 20-30 veta se duan me çdo kusht të mbetet Salihun në pushtet. Dhe mbajtja e Salihut në pushtet është të jetë kryetar partie, është një lloj si Enveri, eksaktësisht më tamam si Enver Hoxha. Aq në një Enver Hoxha në pushtet, aq dhe ky, i pazvendësueshëm ky.
Thoshin atëre po vdiqet veri do bëhet kiameti, s'u bë kiameti. Tani po ti ki Saliu bëhet kiameti, ja urdo, s'lëviz në vendi. Dhe qëndrimi i Saliut në kryet Partisë Demokratike është vdekje për shqiptarët, është mbajtje në pushtet e Edi Ramës. Ja pra, po tenton Ervin Saliani për të krijuar një fraksion. Nga doli Ervin Saliani? Nga PD-ja. Nga PD-ja, faleminderit shumë. Ishte ai, po e them kështu, nxënës si Salihut. Zotri, më gjen një të përndekur politik në kryesinë e PD-s. Më gjen një të përndekur politik në parlament. Alizoti. Vetëm një. Vetëm një. Po sa janë? E disa janë apo jo? Janë me 10 ramira të përndekur politik, të cilët me kujdes të veçantë e zakonshëm Sali Berisha i shmang nga strukturat e Partisë Demokratike. Pra të them, nuk ka Parti Demokratike dhe mos ma zemë ngojë, të kam thënë, mos më pyet më për ta. Janë inexistent. Nuk janë fare në këtë botë për mua. Luftojnë vetëm për të marrë një tender dhe po të shikosh gjithë luftën që bëjnë me Edi Ramën tani e bëjnë për tenderat që ka dhënë Belinda. Belinda tenderat i dhaur zotëri se dikush do t'i merrte. Ka që thjesht është. Atë rrugën dikush do ta bëj. Tani në vend që ta jap ty më jep mua, i lumt. Punë miqësie është kjo punë interesash, punë marrëdhënies. Po s'kam parë Partinë Demokratike që të ngrihet dhe të thotë pse janë çmimet kaq të larta, pse nuk balancohen çmimet, indeksi çmimeve me nivelin e jetesës, pse nuk ka dhënë kuriste në pushtet ky plaku Dogs Boru, pse nuk saktoi minimumin jetik zotëri? Shqiptarët janë i vetmi popull që s'kan minimum jetik, që do të thotë ke lypsa rrugës, ke njerëz që vdesin nga uria. Këtë të shikoj Sali Berisha, e të mos vras, po të bëj këto, do t'i ven njëzit nga mrapa. S'bën këto, pra u ka ta ndis ashtu ku ka ta ndis. Sot Islami së fundmi kemi parë Erion Braçin, i cili është një zë kritik ndaj qeverisë. Ka interesat e tia. Nuk mendoni që e bën sepse ashtu e ndjen? Dhe se përjashtoj. Ka interesat e njerëzve që nuk e përjashtoj. Po, ka luftën dhe atë kundërshtimin që i bëjnë ata që kanë votuar. Aty ka të drejtë ai. Unë nuk e kontestoj atë se pse ka folur kështu. Se në fundit një gjë të vërtet ka thënë, një gjë të vërtet ka bërë. Problemi është që është një. Pra në një lukuni uqërisë që ka partia e punës së Shqipërisë, që qeverisë sot Shqipërinë, se Shqipërinë sot e qeverisin komunistët. S'ka PDPS-1 është partia e punës së Shqipërisë me emrin Rilindje. Kaq. Çfarë po ndodh me gjykatën kushtetuese, pse po vonon për dhënë vendimin ndaj Belinda Boru? Se nuk e lëre Edi Rama. Shkurt. Se s'ishte pa mbarur. Ju mendoni se gjykata kushtetuese ndikon nga Edi Rama? Absolutisht varet nga Edi Rama. Po nuk ka gjë në Shqipëri që nuk varet nga Edi Rama. Ai ka dëshirë të madhe që edhe miza dhe zogët në ajër t'i komandoj ai. Dhe gjithçka e ka ai nën kontroll. Ai është përgjegjës për gjithçka që ndodh këtu. Do vi ora do jap llogari, po do ta kërkojnë të tjerë llogari. Kur thuhet që çdo gjë varet nga Edi Rama, si ka mundësi që Edi Rama lejoj që Spaku ta pezulloj zëvendësen e vet? Se nuk e pyet i Spaku, se Spakun e kanë urdhëruar, e kanë ngritur të tjerë. Spakun e kanë bërë Amerikanët dhe e paguajnë Amerikanët. Gjykata kushtetuese e ka bërë Edi dhe e bllokon atje Edi. Ore këto që ndodhin këtu nuk ka vend të ri. Po tishin atë fort, aq të fort amerikanë sa luftoi këtu mes amerikanëve dhe Edi Ramës, i bi që Edi Rama që nga kaq i fuqishëm, sa i po i bë rezistencë Amerikës. Po, është ushtari besnik i kabalës dhe i masonëve, e Illuminatit. Po, patjetër që është i fort. Ata e mbajnë në pushtet. Dhe lufta këtu është midis atyre dhe Trumpit. Lufta e Edi Ramës është me Trumpin, nuk është me neve. Ne është në llogarit para ai. Po ai ka mbështetje absolute nga masonët dhe nga Kabala, nga klubi 300-ve, nga Bilderbergu. E ka ndej mbështetje. Ne urdhëroi sikon televizion në Shqipëri. Nuk flet opozita fare. Pse nuk flet Salihu për këto gjëra, se është vetë mason, se është vetë i tyre, se hanë bashk, se vjedhin bashk, se vrasin e presin bashk, se duan bëj. Në këtë luftë kush do fitoj? Mes Trumpit dhe Ramës, që Rama nga mbrapa ka masone Soros e më tash? Kjo luftë, fati kësaj lufte vendoset në Amerikë, jo këtu.
Dhe një parashikim, a parashikoni që Trump do ketë një goditje për Ramën? E besoj këtë gjë, e pres dhe e besoj. Avokat, faleminderit shumë. Edhe unë ju faleminderit juve.